Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi sot në emër të opozitës për gjysmimin e taksave mbi karburantin. Në një komunikim me gazetarët, Berisha deklaroi se ulja e akcizës që ka ndërmarrë qeveria nuk zgjidh asnjë prej problemeve me të cilat po përballen sot shqiptarët. Është e domosdoshme për gjysmimi i ngarkesës fiskale ose ulja e ngarkesës fiskale për litrin e naftës në nivelin e vendeve përreth, në nivelin që e ka sot Maqedonia dhe Kosova. Berisha kërkoi masa edhe në mbrojtje të fermerëve, të cilët gjithashtu përballen sot me çmimet e rritura të karburantit. Për fermerët duhet për gjysmimi i ngarkesës fiskale dhe heqja e aksisës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u ndal edhe tek sfidat me të cilat përballen pensionistët në këtë periudhë të rritjes së çmimeve. Sipas Berishës, në Bankën e Shqipërisë janë depozituar 240 milionë euro, para të pashpenzuara gjatë vitit kaluar, por pavarësisht premtimit të qeverisë, pensionistët ende nuk kanë marrë asnjë bonus. Në qoftë se kemi parasysh sot çmime që s'kan ekzistuar kurrë në tregun e zarzavateve, treg në cilin 1 kilogram domate shitet, të paktën 7 herë më shtrejt se sa të shitej 7-8 vite më parë, kjo bën që kjo shtresë prej 750.000 qytetarësh të ndjej pamundësi dhe vështirësi të mëdha ditore për ushqimin e vetë. Sipas Berishës, qeveria i ka lënë qytetarët pa mbështetje përballë rritjes së çmimit të naftës dhe ushqimeve.